Sahih al-Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Zelia në dije dhe urtësi. Imam Bukhari, Allah e pas mëshiruar, kështu e mërton në kapitullin e radhës, dhe cek hadithin 66 me radhë, nga Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, i cili ka thanë: Qala Nabiju sallallahu alaihi wasallam, la hasada illa fi ithnatayn. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, nuk lejohet zilia pas në dy gjëra, apo në dy raste. Rajulun atahu Allahu malan, fasallita ala halakatihi fil haqq. Në rastin tjetër, fasallatahu. Ndaj personit që Allahu i ka dhuruar pasuri, dhe ai e shpenzon në të drejtë. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmata, fa huwa yaqdi biha wa yuallimuha. Dhe ndaj personit që Allahu i ka dhënë urtësi, me të cilën ai gjykon dhe u mëson të tjerëve. Imam Nawawiu, Allahu e pas mëshiruar, thot: ulemat kanë thënë se zelia është dy llojesh. Zelia është dy llojesh. Zelia reale dhe figurative. Zelia reale është kur robi një të mire të cilën Allahu e ja ka dhuruar ndokujt, mundohet, përpiqet, mja pezullu atë mirë, mja hjek atë mirë, mja larguar atë mirë. Dhe kjo është haram, me konsensus të të gjithë ulemave, duke bazuar në argumentet e sakta, të qarta, të vërteta. Lloji i dytë, zelia figurative, e që është për qëllim kur Allahu i ka dhënë dikujt të mira, dhe kë lakmon ato të mira, por jo mja dhe ja ka zili, por jo mja pezullu ato të mira, por me pas edhe kë ato të mira, sigur se që i ka haj, pa tentuar dhe pa dashur që atina mja pezullu ato të mira, apo mja larguar ato të mira. Pastaj, e që kjo zili, në realitet quhet gipta. E që kjo zili, quhet edhe ndryshe, gipta. Tani, kjo zili, nëse është në çështje të dynjas, është e lejuar. Nëse është në çështje të dynjas, është e lejuar. E që i bjen që është të dënjas, në të mirë që ka robe të dënjas. Në të mirë që ka robe të dënjas. është e lejuar. Por nëse është në çështje të dinit, është e preferuar. Mustahab. E qëllimi i hadithit është se nuk ka zili të preferuar pas në dy raste,
apo të këto dy cilësi të cilat i ka cekur hadithi e Abdullah ibn Mas'udit apo të ngjajshme me tu. Përfundon citati i Imam Nevovijut. Them, hasedi, se që është i njohur në popull, apo zilia. Populli thot hased. Në gjuhën letrare thuhet zili. Në parim, në esencë është ndaluar. Është haram. Është smundje zemrës, e cila shkatron robin, e cila e harxhon, e djeg sevapet, sikurse zjarri që i djeg i harxhon drut. Është mëkateve të mëdha, sepse i bie që të mirat të cilat ja ka dhuruar Allahu ndonjë robi, kë me i kundërshtu, me i urrejt, dhe me tentu me ja pezullu ato të mira. E ato të mira që ka dhanë Zoti robit, apo që i ka robi, kush ja dha, nga i ka pe Zotit. Ka qoshën atë dynjas, ka evlat hajrit, ka shëndet, ka pasuni, ka rahati, ka grune hajrit, e të mira të dynjas, apo të ahiretit i ka evlat e udhëzuar në rrugë të Zotit, Allahu ja ka dhanë. E me zilin e këti, ndaj atyre të mirave, i bie që ti për kundërshton Allahun dhe për thua Zot, pse ja dhe këti këto të mira? Heqja, për zulloja o Zot. Pra për ndërhyn drejt për së drejti, në kader, në caktim, në vullnetin dhe dëshiren e Zotit ndaj robit të tij. Pra logjikisht është shumë e rëndë kjo. Dhe është smundje zemrës. Për atë, pra zilia është e rëndë në parim krejt kjo. Dhe është smundje zemrës. Edhe për të kanë ardhur argumentet shumëta, të cilat nuk është vendi këtu me i cekur, sepse jena të folë për kapitullin e dijes, por me qenë se Imam Buhariu e ka cekur këtë hadith, e javlen të spjegohet qoftë edhe shkurtimisht, dhe të sharohet që është e azilis. Për pas ti argumenti që të regon për mëkatën e madhë, pra që zilia, për pas argumenti që të cekë, se nuk ka zili, nuk lejohet zilia, pas një dy raste tjera është. Pra është randë, pahishme. Është edhe hadithi e Enesit radiallahu anhu, për pas 10 argumenteve. Ku pejgamberi Zotit sallallahu alaihi wasallam ka thënë, e hadith është në Muslim, la të hasedu, mos keni zili mes vete, wa la të bagadu, mos u urreni mes vete, mos u urreni mes vete, la të hasedu, wa la të bagadu, ولا تقاطعوا mos ndërpretni lidhjet, mos e shkëputni lidhjet mes vete. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dhe bëhuni
ibad Allah, arab të Allahut, ikhwana vëllezër. Kjo është synimi i Islamit në raportet njerëzore. Mos ja ke zili vllaut, larg zilia mes vllaznive, larg zilia mes familjes së shoqërisë, larg urrejtja. Qysh urrej në robi vllaun e vet, i cili edhe ai bie Zotit në sejdë, i cili edhe ai është nis për xhennet. Pse kurse ti? Me gjithë dallimet që mund t'i kesh në bëtë kuptime, në mentalitet, edhe në shumë pikpamje me te. Larg shkëputjes së raporteve familjare, vëllazërore të tjerë. Qysh e shkëputë robi raportet me tjetërin? Për çka? Për diçka që në shumicën e rasteve asja vlen të diskutohet së është turp. Shkëputin lidhjet. Allahu, pejgamberi vëlla të qata'u, mos interpretni lidhjet mes vetë. O kunu ibadallahi ikhwana, e bëhuni arab të Allahut, ikhwan vëllezër. Pra kështu që robi në vend që të gëzohet për tjetërin, për të mirat që i ka, aja ka zili për ato të mira, shumë herë, dhe përpiqet që ato të mira mja pëzullu. Subhanallah, thash nuk është tema këtu për të folur gjëre gjatë për këtë temë, nuk është vendi, sepse Imam Buhariu e ka cekur Kitabul Ilm, ka vende në kapituj tjera atje. Por, sa së mundje, sa pasoja, sa veprime tjera që i urrejnë Allahu, e të cilat qojnë në përqarje, në thyrjen e unitetit, në shkëputjen e lidhjeve mes vete, se rrjedhoj e zilis. Për shembull, në shumicën e rasteve, pse njerëzit i bëjnë magji të tjerëve? Shkak zilie. Pse ati Allah apo asaj, i dhe Allah e vland mu së vëdha. Pse aje ka rejat më të mira të harit pengojnë, e mu së pëngojnë. Pse rejat e tyne kanë rahati e razi, në burrat e vetë, e të mija dhe në WhatsApp. Pse ajo familje është stabile, qete lumëtun, e jemi është pike 5. E tani, ta shkatrej edhe ata. E të kërkej dim për kuj për dreqit. Dim për dreqit. Për me prish familjen. Redhoj e qkafit e zilis. Hasedit. Allahu në ruajt. Por pejgamberi, pra me gjithë që është ndaluar dhe ka pasoja shumë dhe është ka ti malë dhe runë Allah pe i saj. E që është një smundje ku pak njerëz shpejtojnë prej saj. Madje edhe ata pak që shpejtojnë prej saj, shumë herë ndjejnë diçka në zemrat e tyre, në mendjet e tyre, por si thot Ibn Taymija, Allahu e pas të mëshiruar, ata në të meqen, e mbyllin, e frenojnë dhe nuk e qesin. Nuk e qesin, sepse din ata që kjo për i dreqit, është për nefësit, dhe nuk bën e erë, as të njerëzit, as të Zotë. Andaj mës jam vesh veti,
një cilësi shtesë të keqe, tult, e cila ta ul personalitetin tënd, lart në qiell dhe poshtë në tokë. Pra përpas kësaj që është e keqe dhe rënë në paremnesin, megjithatë pejgamberi këtë hadithin lart përmendur të Ebu Hurajrës, të temës të fjalë, po tregon se jo në të gjitha rastet ndalohet zilia. Dhe për të cek 2 raste, pra nuk lejohet zilia, e që ka për qëllim kuptimin pozitiv që cekëm në vëviju, në mënyrë figurative e që quhet gjipta, për pas në 2 raste. Rasti i parë, një njeriu të cilit Allahu i ka dhënë pasuri, pra i ka dhënë dynjan, i ka dhënë pasuni, i ka dhënë shëndetit, pasunijet, mirat të dynjas, po këtu për cek pasurin, por ja ka dhënë edhe islamin, devotshmërin, takvallokun, sepse veç pasuni, pa takvallok e pa islam, ka një besimtar të ka sa të dush, edhe runa zëtë muslimani me marrë lakmi. Por besimtarit, i cili është besimtar, i devotshëm, në rrugt të Allahut, nuk e mashtron pasuria, nuk bëhet rob i pasunisë, por pasurinë ka rob të vetin të cilën e fut në xhep, dhe kur do në nxjerr dhe jap. E këtë pasuni e shpenzon në rrugt të Allahut, e fiton halal. E shpenzon halal, qoftë për veti, po edhe për veti, qoftë për familje, u krijon kushtet mira familjes, por edhe për shoqëri, për akraba dhe të tjerë, u jep njerëzve. E që kjo është tani më e larta, kur u jep të tjerëve. Nëse për vete, për familje, është instinkt i insanit, por megjithatë është e lavdruar. E kur kalon me tej, bëhet edhe më e pëlqyeshme, me dhanë të tjerëve. Jep në rrugt të Zotit. Ja shohin hajrin muslimat. Edhe këtë tjetër që s'ka pasuni, lakman. Edhe lakman pra ka zili, për mënyrë figurative, e që quhet në dashnëryshe zili pozitive, e që në terminologjinë e shariatit quhet gibta. Mja pas lakmi për të mirë, që dhe sikurse edhe ti kishe pas ato të mira, mi kriju e familjes tane kushtet mira, po mi gëzu edhe akraban, po edhe njerëz të tjerë me ta pa hajrin, me ta pa hajrin mileti, me ta pa hajrin shoqëria. Këtë rast lejohet. Rasti i dytë, që përcek hadithi, njeriu të cilit Allahu i ka dhënë dije të hajrit, jo të sherrit, dije të hajrit. Dhe me këtë dije, pej tina përfitojnë të tjerët. U mëson njerëzve hajrin, i këshillon, i mëson, i edukon, i vetë dijeson, dhe një ngrit individin e shoqërinë, e ngrit, avanson, e ngrit, si pejgamberi që i ngriti, i gjet njerëzit ndalalet, i gjet njerëzit gjahile, ignorant, njerëzit cilët, njerëz paparime, njerëz në rësira, të lloj-llojshme, të cila merron se tjetra, edhe i nëzorë për rësirave, e ndrit, e edukaj, i vetë diesaj, dhe i bëre shoqërinë më të ngritur në atë zaman, ma dje dhe në të në zamanet, në sipërfaqe të tokës. Pra, i lakmu personit të cilit Allahu i ka dhënë dije
dhe ai këtë dije u amëson të tjerëve. Apo i ka dhënë urtësi, mençuri, gjinshmëri. Dhe ky me këtë urtësi, mençuri, gjinshmëri që e ka, pleqënon mes njerëzve. Pajton njerëzit. I bashkan njerëzit, din që mi bashku njerëzit. Se çiftet bashkëshortore, se vllazëllakën të cilat për pak sen i shkëpo të lidhet mes veti, se shokët mes veti kolegë të cilat e thejnë atë farë uniteti vllazëllakë, din, pleqton mes njerëzve, afron njerëzit, ose u andon ndonjë mesele, u apleqton ndonjë mesele, gjykon mes tyne. E tjetër lakmar, thot, sa mirë, lëme ke për veti. Të kësha pasë anë qëtë gjinshmërie, këtë urtësie, këtë aftësie, këtë dije. Ma po hajrën dhe mu njerëzit, që shpeshojnë këtina, me kontribua edhe në për të mirë shoqërive, që shpo kontribon kë. Pra në këtu dy raste, apo që shtë të imam Nevoviju, të ngjajshme me to, lejohet me pas zili. Me këtë hadith kuptohet rëndësia dhe vlera madhe e pasurisë, halal, ndorët të hajrit, e cila shpenzohet për hajr. Ndorë të hajrit, ndorë të robët të devotshëm, e cila shpenzohet për hajr. Po ashtu po kuptohet edhe vlera e dijes, edhe djetarit, dhe se njerëzit lejohet të garojnë në punë të hajrit. Lejohet që të lakmojnë në punë të hajrit, të lakmojnë njerëzve të mirë, të dobishëm. Zatën për këtë edhe ka cekur Imam Buhariu këtë hadith në këtë nën kapitull. Allahu na ruaj prej zilisë e cila e shkatërron, e dëmton, robin e hidhron Allahu, ja Rabbi, dhe prej të smundje tjetër të zemrës. Allahumma amin, wallahu alam, wa salillahumma wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad, wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. صحيح البخاري